Në garën zgjedhore të 11 majit në lista për deputet do të jenë edhe kryebashkiakët. I pari që ka bërë lëvizjen është kryetari i Bashkisë së Matit, Agron Malaj. Ai ka dhënë sot dorëheqjen nga posti që mban prej 6 vitesh, pasi do garoj për zgjedhjet politike të 11 majit. Gjatë një takimi me administratën e bashkisë, Malaj falenderoi vartësin për punën dhe për kushtimin, profesionalizmin, korrektësinë dhe treguar për ndryshimin e Matit. Nga ana tjetër, edhe kryetari i Bashkisë së Beratit, Ervin Demo, ka dhënë posto dorëheqjen për të bërë pjesë e listës të kandidatëve të Partisë Socialiste për zgjedhjet parlamentare. Nga ana tjetër, edhe Juliana Memaj, kryetari i Bashkisë Dimal, Majlinda Bufi, kryetari i Bashkisë së Roskovecit, Tërmet Peçi, kryetari i Bashkisë të Pelenës, përfitet se do të jenë gjithashtu në listën e PS-s dhe do të japin dorëheqjen nga posti që mbajnë. Pas zgjedhjeve të 11 majit, Shqipëria do të jetë sërish në zgjedhje, por këto në zgjedhje të parakohshme në bashkitë ku kryebashkiakët kanë dhënë dorëheqjen për të vazhduar garën për zgjedhjet elektorale.